Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi këtu në studion qendrore të televizionit Apollon. Së bashku do të njihemi me të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Qindra qytetar u mblodhën në mbrëmjen e 6 dhjetorit në sheshin qendror të Fierit për të ndjekur ceremoninë e ndezjes së dritave të pemës së vitit të ri. Bashkia e Fierit kishte organizuar edhe një koncert me këngëtarë të muzikës popullore, ndërsa babagjyshët e vegjël performuan këngë tradicionale të festave të fundvitit. Dritat e pemës së festave u ndezën në orën 18, të shoqëruar edhe me hedhjen e fishekësjarëve. Pema e vitit të ri u ndez në mënyrë simbolike pas numërimit mbrapsht të kryebashkiakut së bashkit dhe fëmijëve. Para se të bëjmë atë ritualin e përvitshëm të ndezjes së dritave të pemës, do doja t'ju uroja gjithëve. Gëzuar festat e fundvitit. Gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar vitin e ri. Qoftë një vit i mbar për gjithë ju. 5, 4, 3, 2, 1. Atmosfera festive ka nisur mbrëmjen e 6 dhjetorit edhe në qytetin e Lushnjës. Në sheshin qendror të qytetit u ndezën drita dekorative të pemës së Krishtlindjes në një ceremoni të mbushur me gëzim dhe emocion. Në këtë aktivitet morën pjesë të dhjetra fëmijë, qytetarë të shumtë si dhe kryetaria e bashkisë zonja Eriselda Sefa. Fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve e gjallëruan atmosferën me këngë festive, duke i dhënë ngjyra të vërteta kësaj mbrëmjeje të veçantë. E rrethuar nga fëmijët, kryebashkiakja Sefa uroi të gjithë qytetarët e Lushnjës për festat, duke shprehur dëshirën për më shumë harmoni e gëzim në komunitet. Dritat shëngjyrëshe të pemës u ndezën në orën 17, duke shndërruar sheshin një spektakël ndriçimi dhe ngrohtësie. Pema e Krishtlindjes këtë vit u prezantua më e bukur se kurrë më parë, me drita të shëndritshme që krijuan një ndjesi gëzimi dhe bashkimi, veçanërisht për më të vegjëlit. Në fund të aktivitetit, kryebashkiakja Eriselda Sefa dha mesazhin dhe urimin e saj për muajin e festave. Tashmë është bërë një traditë e bukur në qytetin tonë që çdo datë 6 dhjetor në këtë atmosferë festive, bashkë me fëmijët dhe qytetarët e Lushnjës, ne ndezim pemën dhe i urojmë të gjithë qytetarëve festa të gëzuar, begati, lumturi, paqi në familjet e çdo qytetari lushnjar. Gëzuar. Edhe një herë dua ta ritheksoj qëndrimin tim lidhur me domosdoshmërinë e mosërimit të parimit themelor të ruajtjes së balancës mes pushteteve kushtetuese në Republikën e Shqipërisë. Edhe një herë dua ta theksoj se ankimimi që kam bërë në gjykatën kushtetuese nuk është një betejë politike, nuk është as një kundërvënie ndaj drejtësisë, nuk është as një presion mbi çdo qoftë, përfshirë edhe këto shpjegime të cilat janë të domosdoshme për ata që më kanë besuar privilegjin e udhëheqjes së këtij vendi. Por është një betejë institucionale, një betejë themelore për mbrojtjen e kufive mes pushteteve dhe për mos lejimin e marrjes kompetencave ekskluzive të kryeministrit, qeverisë, të parlamentit, nga një prokuror dhe një gjykatës. Një precedent kërcënues për demokracinë në kuptimin më të drejt për drejt fjalës dhe krejt i panjohur në Europë dhe në krejt botën demokratike. Ky veprim që de jure quhet pezullim, por de facto është nënshtrim brutal i ekzekutivit, sjell për ditë pasoja pas pasojash. Arsyeja pse unë ndaj disa shembuj me publikun është për të kuptuar deri në fund se çfarë ka ndodhur, çfarë po kalojmë dhe çfarë po përpiqemi dhe po përpiqem të bëj përmes adresimit të kësaj problematike befasuese
dhe të befasishme në gjykatën kushtetuese. Dhe të ndaj jo vetëm pasojat, po dhe dëmet që mund të bëhen të pallogaritshme. Ja për shembull, janë vendosur në arrest shtëpie drejtori i ARSH-s, drejtori i Keshit. Nuk ka asnjë rëndësi se si mendoj unë arsyet e këtyre ndalimeve, se kjo është punë e prokurorit dhe gjykatës. Për sa kohë, siç kanë konstatuar me shqetësim më shumë se sa njëherë autoritetet e Këshillit të Evropës, paraburgime dhe arrestet e shtëpisë pa gjyq janë bërë, si thua, bukë djathtë në Shqipëri. Por fakti është se ata nuk hetojnë në gjendje të lirë. Dhe kështu, cila është pasoja? Pasoja është se lihen pa kokë edhe dy institucione tjera kyçe për vendin, të cilat mbulojnë infrastrukturën kombëtare të rrugëve dhe infrastrukturën kombëtare të energjisë. Mirë po, pse kjo pasojë tani është e lidhur drejt për drejt me pezullimin? Dhe pse kjo pasojë tani bëhet e pariparueshme? Për sa kohë, pezullimi jo vetëm antidemokratik, po dhe alogjik i një antarit kabinetit e bën pamundur zëvendësimin e tyre. Pasi ligji nuk ja jep askujt tjetër përveç autoritetit ekskluziv të ministrit edhe të drejtën e këtyre emërtesave. Kaq e thjesht është pse ministri nuk mund të pezullohet si të ishte një funksionar publik i çfarëdo lloji niveli tjetër. Ka një devizë, ne e kemi ndjekur si postulat, mos ndërhyjnë punë e drejtësisë. Por nga tjetër, kjo ndërhyrje brutale në trupin e qeverisë është një këmban alarmi që duhet dëgjuar deri në fund për të mos u përsëritur më kurrë. Dhe kështu, duke ndihmuar njëri tjetrin dhe duke rivendosur në pozicionet kushtetuese njëri tjetrin, ndihmojmë Shqipërinë, ndihmojmë konsolidimin dhe modernizimin e shtetit shqiptar. Një aksident ka ndodhur mesditën e së dielës në kthesën e Cakranit, ku një fugon i forsave të ndërhyrjes së shpejtë është përplasur me një automjet tip Benz dhe më pas ka përfunduar në kanal. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar dy efektiv policie, të cilët janë transportuar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Në vendngjarje kanë mbërritur 3 autoambulanca, ndërsa policia po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. U çel në Galerinë e Artit Vilson Kilica, ekspozita me grafika të artistëve nga trojet shqiptare. Galeria Vilson Kilica e mirëpret edhe këtë edicion me mbështetjen e Bashkisë Fier dhe Drejtorisë së Artit dhe Kulturës, duke krijuar traditën e promovimit të artit grafik. Grafika 25 shënon një moment të veçantë, 10 vjet të një udhëtimi të papërvrer në zhvillimin e shenjës grafike shqiptare. Ekspozita vjen në kujdesin kuratorial të artistit Arben Koliçi, e cili ka kontribuar në krijimin e një platforme të qëndrueshme ku grafika shqiptare gjen zë formë të vazhdimsi. Ekspozita bashkon artistë me vepra të teknika të ndryshme grafike, nga ato tradicionale dhe deri te eksperimentet bashkëkohore, ndërsa gravura, si një nga format më të hershme të shprehjes vizuale, paraqitet këtu si një simbol i lidhjes mes të kaluarit dhe të tashmes, një urë që mbar kujtesën, mjeshtërinë dhe gjurmën individuale të artistit. Është viti i 10 i ekspozimit të përbashkët të punimeve në grafikën me kurator Arben Koliçin. Ky i fundit thotë se grafika mbetet shenjë përhershme krijimi. Në ekspozitën e 10 të grafikës, artistët kanë sjellë punime në teknika të ndryshme, duke filluar nga ato tradicionalet deri tek më moderne, duke dëshmuar se grafika si zhanër i arteve pamore është një fushë aktive krijimi, madje zanafilla e tij. Po grafika ashtu siç është një shenjë e fortë. Dhe unë megjithëse jam skulptore, më pëlqen shumë ajo gjurmë, ajo shenja, është pikërisht ndoshta me të fillojnë çdo gjë. Pikërisht me vizatimin, me gërvishjen. Dhe unë e pëlqej shumë, megjithëse jam pra skulptore. Këtu u bë tradit, unë kam vite që marr pjesë në këtë edicion. Beni është një nga kuratorët dhe organizatorët shumë të mirë, unë e falenderoj, bashkë me Bashkinë Fier që gjithmonë kanë respektuar artin dhe sidomos grafika ka qenë e pranishme në qytetin e Fierit, jo vetëm për
artistët firak, por shumë më gjerë. Ekspozita grafika 25 përcjell zhvillimet më të fundit përmes shenjës artistike mes traditës dhe risive. Kjo ekspozit shënon një moment të veçantë pasi zhvillohet në 10 vjetorin e krijimit të saj, duke promovuar në mënyrë të pandërprer grafikën shqiptare. Kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Do doja të rikujtoja se televizionin Apollon mund ta ndiqni në të gjithë Shqipërinë nëpërmjet platformave Tring, Vodafone dhe One, gjithashtu në të gjithë botën dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet platformave IPTV, Alp TV dhe Mac TV. Mund ta ndiqni në rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram dhe YouTube, dhe gjithashtu live stream në apollon.tv. Bashkë mirupafshim. –28 nëntor 2025, 113 vjet pavarësi. Dita e flamurit është pikpamje historike dhe emocionale e gjithë shqiptarëve. Është kriminale, abuzive dhe e turpshme loja për të bashkuar ditën e madhe të pavarësisë me ditën e pushtimit të Shqipërisë nga komunistët. Ka vetëm një 28 nëntor historik mbar shqiptar të ndarë nga çdo ngjarje tjetër dhe ka edhe një ditë të pushtimit komunist, si dita me zezë e kombit. Këto dy ngjarje janë kulme të kundërta në historinë e kombit, ku morën në rrugë dy fate. Ai i kombit të pavarur dhe sovran, si vepër monumentale kulmore e përpjekjeve shumë shekullore në formimin e kombit dhe të shtetit, dhe tjetra rruga e vendosjes së një diktature të egur mbi shqiptarët që kreu krime anti-shqiptare dhe e çoi popullin në varfëri dhe mjerim. Ndoshta këtë vit ka patur më pak përpjekje për të përligjur ditën e pushtimit komunist si datë çlirimi, dhe kjo tregon se autorëve u doli boja dhe kriminalët nuk pranohen për çlirimtar. Më 28 nëntor, në ditën e madhe të flamurit, duhet të jemi bashkë të gjithë rreth interesave të kombit. Kemi 2 shtete shqiptare në hapësirën jetike kombëtare, megjithse në të 2 shtetet kemi në burg pjesën më të madhe të atyre që u kishim dhënë pushtet të drejtonin ndershmërisht progresin e kombit. Një pjesë e tyre kanë vjedhur buxhetin publik të Shqipërisë londineze, ndërsa pjesa tjetër ka kryer krime me psikologji stalinisto-enveriste ndaj shqiptarëve kundërshtar politik. Por kemi edhe një grup trimash, rreth 30 patriot, që i futin në intrigë shteti bastard Maqedonas në ngjarjen e Kumanovës dhe vuajnë dënim të rënd në burgun e Idrozovës. Nuk duhet të harrojmë që ata janë pas një faj, veç të futur në kurth, por besnik ndaj idealeve kombëtare dhe interesi për lirimin e tyre, duhet të jetë projekt kombëtar. Në Shqipëri, po kryen procese përkëdhelëse pafund ndaj hajdutëve të resurseve publike për 100 miliona eurosh dhe për më keq ka edhe mbështetje publike për ta nga klani komunist, por geni i tyre bastard, patjetër këta pasardhës do të kishte lënë. Gjithashtu, çlirimtarët e UÇK-s ndodhen në Hag në një proces gjyqësor të dyshimt me ndërhyrje të shtetit kriminal serb. Ata nuk po gjykohen nga shqiptarët, por nga një komplot slavo-serb që kërkon të denigrojë luftën e madhe të UÇK-s. Prandaj këtu përgjigja ndaj serbëve duhet të jetë unike, ndërsa gjykimi i brendshëm në shtetin e Kosovës duhet të jetë gjatë ftohtë por i drejtë ndaj reminiscencave kriminale staliniste-enveriste të tyre. Megjithatë, hallet e shqiptarëve nuk mbarojnë asnjëherë, pasi diktatori e ka lënë litarin jashtë për të penguar shqiptarët, e heqin sfarr mirat e kriminalëve dhe kavjet laboratorike të keq formuarve mentalisht nga sistemi që ai la pas. Ne vazhdojmë të mos disponojmë dokumentin e aktit të shpalljes së pavarësisë së vendit, i cili ishte depozituar në Bankën e Shtetit nga Lef Nosi, firmëtari, koleksionisti dhe patrioti i pushkatuar nga diktatura. Shteti shqiptar i diktaturës që administronte çdo lloj spionliku dhe marrëzie shkatroi ato në përpjekje për të radhitur me firmëtarët xhaxhan e diktatorit dhe të retushonte sipas dëshirës së tij emrat e firmëtarëve. Deklarata origjinale e pavarësisë me 40 firmëtarët akoma nuk është gjetur. Vetëm firmëtarët vdiqën në varfëri, pushkatim, burg apo mjerim nga diktatura komuniste. Prandaj shqiptarët sot duhet i përulen flamurit kombëtar me ide të qarta për të përmbysur seriozisht të kaluarën e errët dhe denigruese anti-shqiptare që la diktatura dhe në të ardhmen e afërt të ndërtojnë një projekt real për bashkimin kombëtar me një shtet pa kriminal, vjedhës dhe intrigant e për t'u dhënë shqiptarëve një të ardhme të ndritur.